në një vend me prej një shirit. Ka lëvizur edhe në për lagje, zoti Rama. Fushat po. Tani çka ka bërë në për lagje është tjetër gjë. Fushat po. Nëse futeni në ballotazh, si do e kërkoni funksionimin më tutje? Do bëni koalicione? Do i drejtoni vetëm qytetarëve? Mendoj që qytetarët do të jenë ata që të vendosin fund. Për te marrëveshjeve partijake, qytetarët kanë me vendos ka shkojnë edhe... Pra do e keni trajektorën të hapur për gjithë që t'i bashkangjitën në vagonit tuaj? Mendoj që qytetarët kanë me u bashkangjit me të madhe, ashtu që kemi pa dhe sot, që gjithkund ka atmosferë pozitive për një program që mirët me jetën e tyre. A është rruga e destinuar e Orhan Ismailit që gjithsesi të mbri, po që kështu në një staz, ndoshta edhe në zgjedhje tjera, të mbri si kryetari i Prishtinës, nuk do të tërhiqeni nga kjo? Nuk do jetë ky momenti i fundit kur e kërkoni një mbështetje të tillë? Mendoj që po do të jetë momenti i fundit. Mendoj që po mirë po mendoj që do të jetë më fundit, sepse kësa herë mendoj që do të kurorëzohemi me fitore, edhe fitoria, si me thonë, e imja në Prishtinë ka me rezultu me një ndryshim të madh të mënyrës qeverisjes, ndryshim të madh të investime në Prishtinë, nuk kemi me pa më investime që teprojnë, si me thonë buxhete që teprojnë ka 25 milion euro në vjetë, e ne kërkojmë na largoj dikush mbetorinat, na ngjet një dritë, ose që punët kryen vetëm gjatë kohës elektorale fushore, fushatore. Po, të fushatave, domthonjë kjo është për mua. Adin, mendoj që 30 ditë e fundit kryetari i komunës është personi që thotë këto i kam përfundu, hajde e bojmë llogarinë. Ulim e bojmë llogarinë dhe kështu do të jemi edhe unë. Pra 30 ditë e fundit do ta bëj vetëm llogarinë. Nuk do të hapi projekte 30 ditë e fundit, sepse ajo 4 vite është kohë, shikon, politik 4 vite. Është jashtëzakonisht shumë. Po, absolutisht po. O jashtëzakonisht shumë. Unë kam qenë ministër i shëndetësisë për 2 vite. Edhe pse për kryetar komunës tonë, gjithë kryetarët tonë që është pak. Unë kam qenë ministër 2 vite. Po, e vërtet. Dhe unë e di çka më kon gjendje me bëu për 2 vite. Me paston mua nga di tani, i ke 4 vite. A din so procese mundesh me so projekte mundesh me planifiku. Ato cilat janë afat shkurt, ato që janë afat mesme, ato që janë afat gjate. Atë ke hapësirën e bollshme për me planifiku. Normal, nëse nuk punon, edhe 12 vjet me të thonë nuk dalin. Zoti Ismaili, kush është ekipi juaj? Kush janë njerëzit të cilët do të qeverisin po që se ju bëheni kryetar? E para po e flas si koncept kush janë e jo si emra. Ka më rëndësi edhe emrat. Po ka, mirë, po tani nuk jam ende në fazën e emrave. Une kam garu me një ekip të asamblesë që është ekipi më i mirë, dhe mund të themi që është ekipi më i mirë. Ka edhe emrat të tjerë të mirë në lista tjera, nuk po e moj. Mirë po si ekip në tërsi, si listë tërsi, ka qenë lista më i mirë. 70% të asaj liste janë për herë të parë në garë, pra nuk vinë nga politika, vinë nga jeta e Prishtinës, profesionale, sociale, pra njerëz të cilët kanë dashur të japin diçka për qytetin dhe janë futur në garë për qytetin, jo për karrierë politike. 40% listës time është gra, që i bie 10% më shumë se sa kuota e kërkuar. Pra e kam tejkalu kuotën për 10%. Dhe mendoj që ajo që ka do të kërkoj nga gjithë ekipi im është do të jetë njerëz të cilët janë profesionistë, të cilët nuk varet në qoftë se i takojnë një parti apo jo, nuk do të mirë me partinë e personave, do të mirë me aspektin profesional. A je në gjendje me kontribu në Prishtinë? Po, nëse je në gjendje me kontribu në Prishtinë. Do ja ofroni pozitën e drejtorëve edhe përfaqësuesve të subjekte të tjera, po që se janë zotë ekspertëve. Ose ekspert. Po se përfaqësuesi partive nuk kupton që është politikan. Po unë çka po nuk kuptoj është mund ta ketë sa, mund të jetë ekspert që është në AK. Nëse është një ekspert. Po unë kam punuar me ekspert të AK-s në ÇKUK. Dhe kam realizuar projekte jashtëzakonisht të rëndësishme. Kam punuar me ekspert të LDK-s në ÇKUK dhe kam arrit jashtëzakonisht rezultate. Thash më herët kam bashkëpunuar me eksponent të VV-s dhe kam arrit rezultate. Nuk është problem kur ti arrin me pas një plan profesional para vetit. O shumë e lehtë edhe për profesionistin me u bashkangjit. Sepse e din që ti nuk shfrytëzon ato për aspekt politik, po shfrytëzon ekspertizën e tyre për të mirën e qytetit. Kështu që ekipi do të ketë këto karakteristika. Pra nuk e përjashtoj askënd, nuk e përjashtoj asnjë lloj ekspertize që vije veshur me një petk politik, nuk është jashtë radarit. Edhe pse ky bashkëpunimi, zoti Ismaili, PDK VV duket si i demonizuar, duket si i pamundur të ndodh, qoftë në rrafshin lokal, qoftë në rrafshin qendror.
A e shihni edhe ju kështu të pamundur apo mendoni që ju jeni një faktor që mund ta zhbllokoni ato? Mendoj